Përshëndetje të dashur miq të emisionit prive, mirë se po takohemi sërish bashkë edhe gjatë këtij edicionit të ri. Në vazhdim do të keni rast të shihni materiale të ndryshme sa i përket fytyrave tona publike dhe ato se me çfarë janë marrë ata gjatë ditëve që i lan pas. E mbrëmjen e sonte nisim me reperin Lumi B, i cili vjen sonte në prive në një intervistë jo të zakonshme për të na shpalosur më shumë detaje se si e filloi muzikën, cilat janë planet për të ardhmen dhe sa kohë kalon me familjen. E ndjekim bashkë materialin e parë për mbrëmjen e sonte nga kolegu im Florian Halile. Unë jam Lumi Berishaj, Lumi B, reper, nuk më kujtohet sakt cila konga e parë që bashkëtinën me mu, po dëqysh muzika re, po muzikë që ma shumë fëmija e gjojnë vetën aty, a nuk me di edhe vetë të din që kena, edhe që tash fëmija e ngojnë shumë repi, nuk e di pse është taj sem, po edhe unë që ashtu jëmë kone edhe kur i kom pa repera që ka ndonë repera shqiptare, në fakt ritmi rrugës u kallësha mas ritmi të rrugës, e pa ta pa që mënet mu boa, po më isha me bo që ta. Si kejtë fëmijë që para pas shyre, më isha mu bo, si kur Kulli, si kur ata këta, s'pedia se të repera e në konë atër. Po e sheves pjesën e fundit, do me thonë, klipin, do është mu konë folirant. Isha di që qështu knashe mo havera, isha martu edhe një 2-3 herë tjera. Po edhe në skenë, edhe në televizor, edhe në rrugë, edhe në shpe, unë e reper jam edhe që ashtu e këshyri botën si reper, edhe kej qa këshyri edhe inspirona për qa ndodhë edhe që ato i përdorin tekste. Edhe filma vizatimor këshyri, kej South Park, si Family Guy, filma me Blinin non-stop, kur t'ja nisëm e këshyri me të knashe nga ma shumë saj. Kena bo dhe kong tjera se do të me kap sa ma gjan, edhe repi që tash është shumë i kërkum, edhe do të me punu. Po tash dallojnë edhe repera, dallojnë edhe muzika, që e falim edhe ma herët, na kena profesion këtë punë, edhe normal që nuk mund është me najtë veç një lojt muzikës edhe me bo muzikë për 200 njerëz, që jo më rrit me ta, që e di që ju pëlqen hip-hopi pak ma eron. Që ato kongë që i ngonë në radio, që ato hite, që ato mundohem na mjepë në koncerte, njona bityne që Tavallina, Sheqeri, a bedin që nuk janë edhe për fansa, se qëre, ti kishin mojt koncertet na me ka 10.000 veta, veç fansa. A më kupten, fansat tonë, personale, ose fansat muzikës rap, veç që janë repera, kësi me kapuqa, kështu, tjetër sena, po na, edhe të edhin shumë mirë që na performojnë në klube vi ka njerës që vinë me dalë, mu knoq, nuk mund është edhe me munu ato tash me janis me repovat me triola atina aty, se a i donë mu knoq edhe kështu që atmosferë me mojtë. Në jetën e përditshme jam paka shumë i njeri, se si një intervista, se nuk luj rëll, apo kupten, nuk kam rëll në televizion edhe kështu, jam nështë pak ma serios, se sa i kum bo për shemë plot do kongë, se njerës me nëna vdene ki bo një kongë fani komedianta, edhe në rrugë që ashtu ti nuk jetë gjithën disponim me kesh. Po si krejt prind, edhe unë e për djallin tem, nejse tash mu që djallin jam me thonë, po du mu bo, s'po di, e menon se cili prind e ka një farë menimi që a ka qef mi bo fëmija, kam pas qef sigurisht në i profesion tjetër, ju kom pështet kur e kom vendosë dhe ju kom thonë, unë kam pështet. Baba ma shumë se nona, po edhe nona tani o pajtu se e ka po që një me, po du me bo që të sene, po kom pasion për që të sene. Kështu që sigurisht nuk ju ka arru mas mirë në botë, kur ja kom nisën e më bo, po masi kur e kam po që po kom sukses edhe po e të mirë kjo punë, edhe është sen që du me bo, jëm ka bëjt që ka e du. Përveç muzikës, kohën e kaloj mas shumëti me familje, kur kom kohë se zakonisht vikendeve veç jam dika të udhëtu, gjatë javës mundon sa ma shumë një për të kushtu familjes edhe në studio, pra muzikë po këthejem.
kurrë tjetër zbaj, dhe dalë në me pi kafe. Kom fat që më ka qëllu gruja që më kupton që profesionin që e kam. Nështë kur ja kena nisë me kalu nuk e ka di që kam me konë që shto, po e ka pranu që kjo që jam edhe jam me fat që i kam edhe i du mas shumë t'im botë. Sytjon për me po, vesh për me ni, dojnë me nëndo. Ka nga keq shokët e mi o bo, e ka pas letër instrumentalin ma herët, e kena nëzirë, e kena bo për shok. Shokët e mi janë qata që më shenin çdo ditë me ta, janë Ledri, Big Bangi, Bigoni, Ermali, Flowi, vllau jam Lisi, Shpati, Moxhi, Gjiko, keq ata rrim si e kep, që paka shumë edhe bashkëpunojmë edhe bojmë muzikë bashkë. Non-stop jena bashkë, mos thëm 22 orë për 24 bashkë jena. Bigoni në shtëpi duhet të nejtë, çdo vikend jam me ta. Qëta që kena do projekte treja, surpriza, shumë senet mira, paraverës. Reagimi njerëzve kur e qesh një këngë që e presin shumë mirë, që ajo kryesorja për mu nuk është as pare, as fama, as kur gjë tjetër. Kur po thu diçka edhe njerëz e gjejnë vetën në që ato që ajo është, për që ato e bëj muzikën në fakt mas shumë ti.